Në paraqitjen e tij të parë para opinionit, ministri i ri i shëndetësisë Azir Aliu për personat mbi 40 vjeç paralajmëroi kontrolle falas për diabet, presion të gjakut, sëmundje të zemrës dhe mëlçisë. Sipas tij, këto janë standarde europiane dhe me kontrollet e tilla do të ulen rreziqet për mbi 30%. Aliu, duke folur për prioritetet e tij në shëndetësi, foli edhe për dyshimet e opozitës se si profesionist nga sfera e IT-s do t'ja dalë në sektorin e shëndetësisë. Ne som lekar. Në pozicията što ja imam во моментот е менаџерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ќе креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ќе креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце во реално време со добри инструменти, отчетност кон граѓаните, а не листа на чекање. Aliu theksoi se në takimin e parë në ministri me ekipin e tij ka detektuar gjithsej 57 sfida, por siç shtoi, sa më shumë sfida, aq më shumë energji për t'i zgjidhur ato. Një prej tyre është kushtet në spitalet, sidomos ku trajtohen pacientët onkologjik. Немаме столчиња за седење, значи пациент во кој што има здравствени проблеми да нема столче за чекање, мислам дека е базично нешто и навистина треба да се срамиме сите, и јас како министер за здравство, дека имаме таква инфраструктура. Ai theksoi se do të punoj për t'u lehtësuar gjendjen pacientëve që jetojnë jashtë Shkupit, sidomos pacientëve onkologjik. Ке ги дисперзираме услугите, тие што се базични и што можат и со закон се дозволуваат, ќе бидат достапни за граѓаните во најблиску кај што живеат. Aliu premtoi se do të punojë që në të ardhmen nuk do të ketë mungesë të terapisë për pacientët onkologjik, në mënyrë që institucionet do të duhet të mbarojnë me tenderet për terapi të re, 6 muaj para skadimit të marrëveshjes aktuale me kompanitë për blerjen e barnave.